ankthit, të cilën munduhen ndoshta me majt msheft për njerëzve sepse ata friksohen që kanë me u gjyku, ata arrin me shmang komunikimin me tjerë, sidomos me prindët dhe me familjarët e tjerë, kanë tendencën me mbyll, me qenë të friksuar, ndoshta ndryshon edhe apetiti, ndryshon edhe gjumi, flajnë më shumë ose nuk din ku me u drejtu, domethënë po flasim për një moshë e cila nuk e ka të qartë se si zgjidhet një problematikë e tillë. A ke blloku? E kam blloku, po. Por përpara se ta bllokante, djali minoran ka arritur të ruajë disa mesazha që na bëjnë të kuptojmë qëllimin e 35 vjeçarit ndaj tij. Në njërin nga mesazhet, 35 vjeçari i kërkon të dalin pas mesnate, me pretekstin e pirjes së një cigareje. Por në vend të adoleshentit, në takim, ai përballet me ne. A e di që është kjo që po bën ti? Kur që është përbaj? Në ora 1 natës po do me taku një 15 vjeçara? Vesh me pi kofë, mesim me nejtë me pi kaj cigare me ta. Ora 1 natës, kafe e cigare me një 15 vjeçar? Apo qëllimi është diku tjetër? A din që quhet kjo? Kjo quhet ngacmim ndaj të miturve. E di, po në vesh të jeshtë i kofë, se vjem pin kofë, që të në kamererë për naj. Ti ka disa kohë që po i shkru. Pse? Çka po dëm prej ti? Kur gjojq. A di që është ka të rani jetën një 15 vjeçarit? E di, ko kur që se kom pasë mëraj për qëllimit keq. Pse i kërkon foto? Kur Pse i gjojq. dërgon foto? A është veç 15 vjeç. Çka mund me dashti prej ti? Kur gjojq, për bezut, kur gjojq. Edhe pse ne ja bëjmë të ditur se ka të bëjmë me një fëmijë dhe madje e pranon, ky 35 vjeçar i konsideron krejt normale tentativat ndaj tij. A ke pa në kafes? Po. Atëherë, pse dush marrë me taku këto? A je vedishëm që ke ba? Po, e videshëm po në kur për qëllimit këm posë. Çfarë qëllimi pra je vësot këto? Kur gjoj veç, me nejtën me lusën. Me lusaj me një 15 vjeçara, sa vjeç je ti? Una, 35. 35. A s'ki të moshës tonë në shoshni me lusani? Jo, kom po, A ke di që i ka 15 vjetë? po e këm ditë. E fotot pse a ke që? Që sa kohët ka bë blog, prapi ke shkru pse? Kështë në për qëllimit s'këm bo përbesë. Çka quhet këtë kjo? Kur shoshni, kur gjojq më shumë. Shoshni me një 15 vjeçar, mi tha po du me të pa në bokserica. Jo, a në hajgore e gore e sopin, në si shoshni. E di që nuk është në rregull. E di. A ki praktiku ma heret me dikën tjetër? A ki me praktiku me dikën tjetër? A ki me i shkru ma një 15 vjeçarit? Po. A dush mi kërku falje që nështë i ke dhonë stres, dhumë psiqike, i ke dhonë siklet, është në gjendje emocionale shumë të keqe, që është 15 vjeç brej, du të me shiju jetën, ju me marrë trauma? Jo, e mërtit. Pas kësaj bisede, 35 vjeçari nis të reflektoj dhe na bën një premtim. Nuk i me i shkru ma. Kur njëtëq. E i sigur për këto Shumë i sigurt. Se nuk e meriton një 15 vjeçar me rëshqetsu. Orientimi seksual është i secillit që nuk mujna me gjyku, po me një 15 vjeçar. Kur në Kjo vërtet. quhet pedofili, po besoj që i vedishëm. Shumë i vjedishëm. Edhe nuk ka mu përsëri Kur ma kjo. njëtëq. Me as një 15 vjeçar, as edhe nëse vjen venin tënd punës, as kur gjë heq, as me i shkru, se kjo nuk është në rregull. Si ishte nditi me i shkru vllau tonë ose fëmisë tonë nestër. Shpresojmë që kjo është hera fundit që takohemi me këtë person. Dhe ai ta kuptoj që orientimin e tij seksual nuk duhet e shpreh fëmijëve. Prindërit faktikisht duhet të jenë shumë në kontakt të vazhdueshëm me fëmijët e tyre, të kenë një kontroll ditor se ku është fëmiu i tyre dhe çka bën, sidomos tashmë me përdorimin e tepërt të teknologjisë, ku prindërit kanë shumë pak kontroll mbi atë përmbajtjen që ata shohin në telefonat dhe çka ndodh në telefonat e fëmijëve. E kuptoj që prind janë të stresuar, janë të angazhuar me punët e tyre, por gjysmore një bisedë e ndjer me fëmijën, me pa si ka qenë dita e tij, si është gjendja e tij emocionale. Prindi mundet me vrej që sot fëmiu nuk ishte e njëjtë